Në ditët e fundit të kësaj legjislature, komisionet parlamentare po vijojnë me projekt ligjet e propozuara që kanë ndikim në procesin e integrimit. Marrëveshja me EBE për lehtësimin e reformës dhe zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, duket se ka marrë konsensusin e palëve. Dhe Bashkimit Evropian. Përmes saj, vendet i sigurohen kredi me interesa të ulta, por edhe grante. Dëshiroj të theksoj që vendi pritet të përfitojë një financim për rreth 922 milion euro nga ky fond, ku rreth 30% e financimit të pritshëm, rreth 265 milion euro do të jepen në formën e grantit dhe pjesa tjetër 657 milion euro në formën e UAS afatgjatë me një afat shlyrje prej deri në 40 vite. Ky program synon forcimin e klimës së biznesit, konkurrencën dhe përshpejtimin e integrimit. Përmirësimi i qeverisjes së ekonomisë, së dyti, zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor dhe reformimi më tej i arsimit për siguruar një fuqi punëtore të kualifikuar dhe të përgatitur nga pikpamja digjitale. Së treti, ndërtimi i një shoqërie digjitale të sigurt, të qëndrueshme dhe me shërbime të aksesueshme. Së katërti, konsolidimi i qëndrueshmërisë energjetike dhe integrimi i tregut shqiptar në atë të BE-s. Pavarësisht ndësive në këto prag zgjedhjesh, mazhoranca opozit votuan pavarëtjenismën.